Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Shqipëri premton ngritjen e 7 laboratorëve për garancitë e cilësisë ushqimore. Në intervistë televizive, Anila Denaj tha se në bashkëpunim me Bankën Botërore, qeveria shqiptare po investon një fond për 20 milionë euro për ngritjen e 7 laboratorëve rajonal, duke ndihmuar fermerët të ruajnë cilësinë dhe të përmbajnë protokollave të sigurisë ushqimore. Vite më parë, malli nuk mbahej në frigorifer si në pikat e grumbullimit dhe nuk ka pasur analiza laboratorike me të njëjtin intensitet që bëhen sot, duke krijuar një problem si për prodhimin dhe sigurinë ushqimore, deklaroi Anila Denaj. Rritet rroga mesatare prej 9.6% në muajin shkurt në Maqedoninë e Veriut. Rritja është në krahasim me muajin shkurt të një viti më parë. Paga mesatare mujore neto për të punësuarit gjatë muajit shkurt 2025 është 43.053 denar. Në shkurt të vitit 2025, krahasuar me shkurtin e vitit 2024, paga mesatare mujore neto për të punësuarit u rrit në 9.6%, raportoi Enti Shtetëror i Statistikave. Krahasuar me shkurtin e kaluar, kjo rritje erdhi si rezultat i rritjes në veprimtaritë e pasurive të paluajtshme me 16.6%, industrisë përpunuese 11.5% dhe arsimit me 11.4%, ndërsa në krahasim me muajin paraprak ka një rritje më të madhe të sektorit për informim dhe komunikim me 4%. Në Maqedoninë e Veriut, rroga mesatare bruto gjatë muajit shkurt arriti në 64.634 denar. Në protestën e fundit, anëtarët e sindikatës kërkuan përpara qeverisë tërheqjen e vendimit për rritjen e pagës minimale prej 1.800 denar dhe uljen e pagave të personave të zgjedhur dhe të emëruar në nivelin e pagës minimale. Borxhi publik i Bullgarisë arriti në 48.85 miliard leva në vitin 2024, duke përfaqësuar 24.1% të prodhimit të brendshëm bruto të vendit, sipas të dhënave paraprake të publikuara nga Enti Kombëtar i Statistikave. Krahasuar me vitin 2023, borxhi publik ishte 23.1% e prodhimit të brendshëm bruto. Qeveria bullgare regjistroi një deficit prej 6.16 miliard leva në vitin 2024, që përfaqëson 3% të prodhimit të brendshëm bruto. Pjesa më e madhe e këtij deficiti vjen nga sektori i qeverisë qendrore, i cili raportoi një mungesë prej 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Organizata e Kombeve të Bashkuara paralajmëron se rrjetet aziatike të krimit që kontrollojnë industrinë e mashtrimeve përmes internetit e nxjerrin fitime në miliarda dollar, po i zgjerojnë operacionet e tyre në gjithë botën. Në raportin e AKB-s thuhet se bandat kineze dhe ajo nga Azia Juglindore i joshin viktimat duke premtuar investime, fitime me kriptomoneda dhe mashtrime të tjera. Sipas zyrës së Kombeve të Bashkuara për drogun dhe krimin, mashtrimet kibernetike tani janë kthyer në një industri të sofistikuar mbar botërore. Raporti i vitit 2023 thotë se grupet kriminale nxorën nga vendet Azisë Lindore dhe Juglindore përmes mashtrimeve kibernetike rreth 32.5 miliardë euro, kurse në SBA rreth 4.9 miliardë euro. Në raportin e AKB-s thuhet se masa zyrtare që po marrin vendet e ndryshme në Azinë Juglindore nuk po arrin të frenojnë këto organizata kriminale. Fondi Monetar Ndërkombëtar ul parashikimin për rritjen ekonomike botërore për vitin 2025-2026. Shkak është bërë lufta tregtare e Presidentit amerikan Donald Trump për shkallëzimin i shpejtë i tensioneve tregtare dhe pasiguria shumë e madhe e politikave të nivelit më të lartë pritet të ketë ndikim në aktivitetin ekonomik global, deklaroi FMN-ja. Sipas The Guardian, FMN-ja parashikon se rritja ekonomike në të gjithë botën do të ulet në 2.8% këtë vit, nga 3.3% që ishte vitin e kaluar, ndjekur me 3% rritje në vitin 2026. Rritja në ekonomitë të avancuara tani projektohet që do të jetë 1.4% në vitin 2025, gjysmë% më pak se sa ishte parashikuar në janar. Rajoni. Ministri i Detyrë i Kosovës, Faton Peci, pas dështimit të seancës konstituive, tha se nuk duhet që të ketë vonesa sikurse ka patur për verifikimin e mandateve. Dikush po e qunë imponim, ne nuk po dojmë me imponu, po megjithatë ne po shkojmë në rrugë legale, kushtetuese dhe ligjore. E kemi një propozim që e kemi hudhë 3-4 herë. Edhe me qenë se mos me vazhdu ai lloj kuptimin votimin e të cilën nuk janë të siguruar numrat e nevojshëm, ne kemi bë një apel edhe një kërkesë që të kalojmë këtë gjendje. E të kalimi kësaj situate për shkak se është shumë e rëndësishme në radhë parë konstituimi i kuvendit. Për shkak se edhe opsioni i përfundur mes tjerash ose i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës për mundësinë që ne të shkojmë në datën 15 ose 22 qershor në zgjedhje, nuk mund të realizohet pa konstituimin e kuvendit të Kosovës edhe pa një marrëveshje politike mandej për shpërbërjen e kuvendit. Kuvendi i Kosovës vijon të jetë në përpjekje për konstituim pas zgjedhjeve të fundit parlamentare. Vjen përplasje ndërmjet kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës me kryetarin e Nisma Social-Demokrate. Nëse Fatmir Limaj bëhet shkaktar të vazhdoj bashkëpunimin me Albin Kurtin, atëherë është dorë zgjatur i Serbisë. E kemi zbuluar, edhe një e kemi pasur në ekip dhe nuk e kemi ditur, e pas kemi patur të infiltruar në radhët tona, apelon Ramush Haradinaj.
Glau Konjusa kërkon një marrëveshje me partitë politike për zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit, ndonse nuk i ka numrat për të votuar kandidatin e saj. Lëvizja vetvendosje, padyshim që ka sërish të njëjtin emër, është Albulena Haxhiu, deklaroi Glau Konjusa. Ministri i Detyrave të Drejtësisë Albulena Haxhiu kërkoi që Mile Radojčić dhe 44 paramilitarët e tij të gjykohen në Kosovë për sulmin terrorist në Bajnës me ose pa ekstradim, pas ndryshimeve të fundit në kodin e procedurës penale, të cilat lejojnë gjykimin në mungesë edhe për vepra penale të natyrës së rëndë. Haxhiu theksoi se këto ndryshime mund të zbatohen dhe për sulmin terrorist në Bajnës. Ministri i Detyrës tha se Radojčić është drejtues de facto i listës serbe. Certifikimi i listës serbe për zgjedhjet e fundit ka qenë një gabim i rëndë i pafalshëm, deklaroi Albulena Haxhiu. Ajo ka rikujtuar dhe datën 22 prill 2023, ku sipas saj gjatë paradës së ushtrisë së Serbisë në Batajnic për krah Mila Radojčićit ishin të pranishëm dhe deputet Igor Slavko Simić, si dhe kryetarët Dalibor Jevdić dhe Gora Rakić. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Koalicioni vlen është drejt shkrirjes në një subjekt të vetëm politik. Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami dha detaje nga fillimi i projektit. Pritet që kryesia e përbashkët të ketë 23 anëtar. Unë besoj brenda kësaj jave subjektet politike pjesë të vlenit do duhet të sjellin vendime për emërimin apo përcaktimin e anëtarëve në kryesinë e përbashkët prej 23 anëtarëve dhe pastaj ajo kryesi do të vazhdojë me procedurat e mëtutjeshme drejt ngritjes së shtabeve në nivel lokal të përbashkët dhe sigurisht edhe vendimin për ndonjë kongres përbashkues ku do të formalizohet edhe subjekti i vetëm vlen. Ndër të tjera, kryetari i Besës shmangu komentet se kush do të jetë drejtuesi i këtij grupimi të ri politik. Nuk është diskutuar, ajo është më pak me rëndësi përsëri se kush do të jetë kryetar, me rëndësi është harmonia që funksionon brenda anëtarëve të vlenit, kush do të jetë kryetar, unë besoj se do të jetë më i miri për vlenin dhe për shqiptarët më të të veriut. Deklaroi Kasami. Reagimi erdhi pas refuzimit të Aleancës për shqiptarët për të dalë me kandidat të përbashkët për këshilltar të komunave. Aleanca për shqiptarët e përjashtuar nga koalicioni Vlen deklaron se vendimet dhe qëndrimet e tij do të mbështeten në vullnetin e nevojave të qytetarëve. Unë kam vetëm një busull orientimi, popullin. Ai është ndërgjegjja ime, zëri im dhe forca ime, shkruan Arben Taravari përmes rrjeteve sociale. Taravari kërkoi marrëveshje për kandidatët për kryetar të komunave dhe të dilet në votimet për zgjedhjet vendore me lista të veçanta kandidatësh për këshilltar. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësim për mos respektimin e gjuhës shqipe në faqet zyrtare të ministrive të qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Një kumtes për media thuhet se mungesa e përmbajtjeve në gjuhën shqipe në Ministrinë e Energjetikës, të Transportit, të Punëve të Brendshme dhe në institucione të tjera përbën jo vetëm shkeljet e ligjit për përdorimin e gjuhëve, por dhe përjashtim të qëllimshëm të qytetarëve shqiptar nga qasja në informatat publike. Në disa raste janë ruajtur vetëm format e vjetra në gjuhën shqipe të mbetura nga qeveria paraprake, por përmbajtjet konkrete, dokumentet dhe informacionet kryesore figurojnë ekskluzivisht në maqedonisht, deklaroi Bashkimi Demokratik për Integrim. Sipas këtij grupimi politik, kjo është një prirje e rrezikshme që shkon përtej neglizhencës teknike, është politikë institucionale që kufizon përdorimin praktik të gjuhës shqipe dhe rrezon bazat e barazisë ndëretnike në shtet. Bota. Sekretari Amerikan i Shtetit njofton riorganizimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Marco Rubio tha se vendimi është marrë nga administrata e drejtuar nga presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Shkak sipas tij u bë eliminimi i zyrave që administrata e Trumpit i konsideron të tepërta, edhe për të shkurtuar disa programe që thotë se nuk përputhen me interesat e Shteteve të Bashkuara. Funksionet specifike për rajone do të konsolidohen për të arritur funksionalitetin. Zyrat e tepërta do të hiqen dhe programet jo statutore që nuk janë në përputhje me interesat thelbësore kombëtare të Amerikës do të pushojnë së ekzistuari, tha Marco Rubio. Me reform plani amerikan i paqes i hartuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në samitin e Parisit javës kaluar, Shtetet e Bashkuara paraqiten përpara europianëve dhe ukrainasve idetë për një marrëveshje me Rusinë që do të mbyllte luftën. Duke cituar funksionar perëndimor, Wall Street Journal përshkruan disa nga pikat kryesore të dokumentit ende jo zyrtar. Së pari është jo antarësimi i Ukrainës në NATO, njojë nga Shtetet e Bashkuara aneksimi të Krimes, krijimi një zone neutrale përreth Zaporizhias, me amerikanët që do të ndërmarrin kontrollin centralit bërthamor. Për rajonet e tjera të pushtuara, projekti nuk flet për njojë formale, por nuk përmend as tërheqjen e trupave ruse. Sa i përket strukturës së forcave të armatosura ukrainase, dokumenti nuk vë asnjë kufizim apo kërkesë për reduktimin e kapaciteteve ushtarake, siç dëshirojnë rusët, dhe hap mundësinë për ndihmë perëndimore dhe një mision evropian sigurimi, por pa garanci të qarta dhe të shkruara për mbështetje amerikane për këtë mision. Për Kievin, disa nga këto pika janë të diskutueshme, të tjera janë të papranueshme, si dhe mundësia e njohjes de jure të sovranitetit të Moskës mbi territoret e pushtuara.
Vladimir Putin i premtoi të dërguarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Steve Witkoff, të ndalojë pushtimin e Ukrainës përgjatë vijës aktuale të frontit si pjesë e një përpjekje për të arritur një marrëveshje paqe. Putin do të ishte i gatshëm të kufizonte ambicet e tij në 4 rajonet përkatësisht të pushtuara të Ukrainës për shkak të qasjes amerikane për ta njohur Krimen si ruse. Pak ditë më parë, nga Parisi, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio kërcënoi me tërheqjen e SBA-s nga përpjekjet për paqen, nëse gjatë kësaj jave nuk do të kishte hapa të rëndësishëm nga rusët ose ukrainasit. Të mërkurën Zelenski njoftoi se do të jetë në Londër ku pritet të zhvillohen bisedime direkte për paqen, ndërsa i dërguari posaçëm amerikan Witkoff pritet që në të njëjtën kohë të jetë në Moskë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.